Vitet e fundit është rritur mosha e grave kur nisin procesin e shtatzanive dhe të lindjeve të fëmijëve. Kjo vjen si rezultati shumë faktorëve, duke filluar nga shkollimi, stabiliteti financiar, karriera e të tjera. Në lidhje me këtë çështje, infertilitetin, kancerin e qafës së mitrës e shumë tema të tjera, ka folur në një intervistë për Gazeta Blitz, ginekologu i mirënjohur kosovar Memli Morina. Është një dukuri që gratë vendosin që të fillojnë procesin e lindjeve, më vonë se sa që ka ndodhur përpara. Dhe kjo me sa duket lidhet me atë faktorin që gratë duan që të krijojnë një stabilitet edhe social, të kryejnë shkollimin, të stabilizojnë karrierë, ndërkohë që jo se lënë pasore, po vëllazgjikshëm procesi i shtatzanive dhe i lindjeve shtyhet për një kohë. Një problem me të cilin po përballen çiftet vitet e fundit është edhe infertiliteti apo pamundësia për të arritur një shtatzani në mënyrë natyrale. Ginekologu Morina rëndit disa nga faktorët që po ndikojnë dhe tregon mënyrat e trajtimit. Faktorët janë të shumtë. Duke qenë të shumtë, jo vetëm një faktor, mund të ketë ndërlidhje me disa prej tyre, edhe situata bëhet gjithnjë më komplekse. Në parim ne quajmë infertilitet kur një çift edhe pas një viti përpjekje për një shtatzani, nuk vihet deri te shtatzania, dhe nëse kalon 12 muaj marrëdhënie të rregullta të pambrojtura dhe nuk ndodh një shtatzani, atëherë ne fillojmë që të bëjmë analiza për të zbuluar cilët mund të jenë shkaktorët. Dhe jo rrallë nuk e gjejmë një shkaktor, po e gjejmë disa. Dhe në këtë rast edhe trajtimi është shumë dimensional, jo vetëm me një trase të trajtimit, mirë po më shumë se sa aq. Ka raste jo të rralla kur spermogrami ose faktori mashkull nuk është me vlera ideale dhe kjo ndikon, mirë po këto mund të jenë vlera jo shumë të alarmante, mirë po kur kombinohen me një problem tjetër që shfaqet tek gruaja, atëherë kur këto bëhen bashkë, është shtatzania vonohet ose nuk ndodh fare. Ose mund të ndodhë një shtatzani e cila mund të ndërpritet një javë të parë, mund të ndodhë ndërpremja e pavullnetshme, aborti, dhe kjo mund të shkaktojë aborte të përsëritura, që lidhet atëherë edhe me infeksionet. Dhe këto infeksione e komplikojnë jo vetëm që të ndodhë një shtatzani, mirë po edhe vijimin e shëndetshëm të një shtatzanie. Ginekologu Morina tha se çiftet gjithnjë më shumë janë të vetëdijsuar dhe konsultuan paraprakisht me mjekun para planifikimit të një shtatzanie. Është një dukuri në rritje. Çiftet vinë tek ne për të marrë informacione se çfarë duhet bëjnë në mënyrë që të fillojnë një shtatzanie e shëndetshme. Në anën tjetër është shtuar edhe numri i burimeve të informacionit, siç është edhe kjo bisedë që intenca është që t'i përhapen informacione në mënyrë që të vihet vetëdijsimi i popullatës, mirë po, qasja ka ndru, domethënë shumë rrallë ndodh që një qift të mos ketë informacione që janë të mjaftueshme se çfarë duhet bëjnë në mënyrë që të fillojnë një shtatzani shëndetshme. Këto mund të ketë marrë qoftë përmes ekzaminimeve paraprake ose përmes burimeve të informacionit. Ai foli edhe në lidhje me kancerin e qafës së mitrës dhe vaksinimin HPV. Morina tha se megjithse po bëhet vaksinimi i vajzave të moshës 10 deri në 13 vjeç, kjo nuk do të thotë se në të ardhmen nuk duhet të bëhet pap testi në mënyrë të rregullt. Faktikisht gjitha sëmundjet maligne kanë një konotacion shumë dramatik, jo vetëm për personin, mirë po edhe për familjen. Dhe fatmirësisht sëmundjet maligne në qafën e mitrës e kanë një mënyrë shumë të efektshme parandalimit. Parandalimin kupton edhe vaksinimin, mirë po edhe përsëritjen e rregullt të ekzaminimit qelizor, do thotë të pap testit, të cilat nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Me fjalë tjera, nëse themi që një vajzë vaksinohet tash në moshën 10, 11, 12, 13 vjeç, ajo nuk do thotë që në të ardhmen nuk do të ketë nevojë që të bëj pap testin në mënyrë të rregullt. Ne tashmë dihet që kanceri në qafën e mitrës ka ai procesi shkrepet përmes një infeksioni me një virus që quhet HPV, Human Papillomavirus, dhe infeksioni me këtë virus e bën që të fillojë ndarja e pakontrolluar e qelizave që manifestohet përfundimisht me një sëmundje maligne. Dhe këtu qëndron edhe efekti i vaksinës, e cila e parandalon
problemet të cilat mund të ndodhin për shkak të infeksionit me HPV. Mirë po pap testi patjetër që duhet të bëhet. Asnjë vaksinë nuk është e efektshme në 100%. Bire dhe pap testi nuk e garanton që është i sigurt 100%. Për këtë arsye duhet përsëritet në intervale të rregullta kohore. Por cila është mosha më përshtatshme për një grua që të fillojë një shtatzani? Ginekologu Morina pati një përgjigje më të gjerë rreth kësaj teme. Faktori pse një grua, pse një qef vendos që të ketë fëmijë pak më vonë, nuk është temë vetëm mjekësore, është temë, ndoshta më shumë është temë sociale, sa që është ngushtimisht në anën mjekësore. Unë nuk dua të pra panik me numrat që them që një vajzë, një grua në zonë e cila ka X vjet, e ka të pamundur që mbetet shtatësan. Praktikisht çdo grua e cila është në moshën reproduktive, që do thotë prej moshës shumë të hershme, dhe derisa të ketë menstruacionin e fundit që shumicën e herëve shtyhet deri në moshën 50 vjeç, ajo mund të mbetet shtatësan. Logjikshëm, kur të kalon një moshë, zakonisht mosha 35 vjeç mbi, gjasat që të ndodhin në shtatësani vinë dhe ulen, mirë po nuk janë zero. Ju nuk duhet prapë të panik që një vajzë, një grua, një zonë e cila qenë ka 37 vjeç, 36 vjeç, 35 vjeç, në farë mënyrë e ka ik ai momenti kur ka mund që të bëhet nënë. Ajo që ka duhet të sqaroj është që një vajzë, e posa lindur, lind me një bazen, me një numër të qerisave vezë. Dhe këto qerisa vezë gjatë çdo menstruacioni, do thotë kjo vajzë kur do të jetë 11, 12, 14 vjeç kur fillon menstruacioni i parë, çdo menstruacion ky bazen vjen edhe shterrët, thënë kushtimisht, dhe këto reflektohen kryesisht moshën e madhe, mbi 35 vjeç. Kjo është logjika pse ne themi që në moshën mbi 35 vjeç gjasa për ndodhur një shtatzani janë më të vogla,